Prindi, e mirë se kon prindi me pas të ardhnat e veta. Me mujtë bilim shpenzimet elementare me pas. Përveç që më hongër buk me dalë mi pi edhe kaj kafe, edhe kaj paqet cigare, një 500 euro. Për më mujtë me jetu, dyqysh. Ka qenë kjo lidhja prind-fëmi, që prindi e manë fëmin, atëherë vjen një kohë kur prindi nuk mundet mo, atëherë fëmija prind mas pari me këqyrë me pamvarsu fëmit, janë edhe nima reciproke, varësisht prindit të fëmit ose fëmija të prindit cili ka nevojë minimu një një qetrit. Për që t'jetë. Pre Gjakovës, ha? Për fure Gjakov jeni kështu të fartë. Po do më ta një kompliment, po do ka shumë kralë, shumë sot ne. Ari sot pyta, ka përna vjen pas përna mi pjashtet? Ja, pi këtu e na po, se këna shu Gjakovën asje. E di që ju Gjakovarët jeni ko gjatë vjetë për Gjakovën. Lokalista jeni? Jo, nuk është të vërtet, është mit. Ka me që shto? Miti dalan prej të vërtetave. A ndërkohë që ka të bënd të lumë të njëtën tënde? Pak shumë senet për momentin. Shumë pak senet, po. Për para ka qenë pak ma mirë, po për momentin nuk është situata që mundët me bëtë lumë të në askon, jo vetëm mu, po ka mërë situatën përgjësi për çdo sen, ekonomike, politike, krejt senet. Nuk janë për më koni lumë të njeri, për më mburë. Do të më ardhë marra aty në mas pari, edhe na që i dërojmë këta njerës. Kujt i ke fjallën më ardhë marra? Krejt që ata shka vendosin për të mirën e poplit. A ke fjallën për politikanë tanë? Politikanë tanë, se nuk mujë me akuzu politikanë botnor për senet që për në ndodhe neve. Faja është e na. Me që ra fjallët e politika, e një knashur me një tjetër mandat që e morë kryetari? Cili kryetari? Kryetari ju i Gjakovës, Gjini. Për mu, shumë pak ndikon kush është kryetari këtu, se nuk jam i mbarën, as nuk jam punë, as nuk jam i mbarën për politikës. Pëse të na shumica njerëzve janë varën për politikës shumë? A shumë pak kanë përfitime për politikës? Si e shej këta? Do të mi thirë në sociolog me këqyrë pak me inë ma në detale, se shumë televizionin kanë ndiku për të kesh të njerës, se njerës ju ka bo të runi krejt politik, shumë pak punojnë, që ata që punojnë këqyrën me punu ka 2 puna, shumisa këqyrën me najtë edhe me përfitu në njëm, po nuk jetohet me njëm, a duhet me punu gjithë se cili për më dash me pas një prosperitet më të madh. Po do ti bëj keni mirë? Po mona vetë. A vetë, a ke falë? I kom patikat e mira që ata. Çfarë patika i ke? Po moj. Po më duket tavan, e kokë që s'po ndikon shumë për njerëzve. Jo. A duhet sot një prind më mbar ose me prit për fëmijëve? Pasi që ai e prind. Prind, po. Prindi e mirë se kon prindi me pas të ardhnat e veta, qoftë një rrok, qoftë një pension dinjetoz, që me mujtë bilim shpenzimet elementare me pas. Përveç që më hongër buk me dalë mi pi edhe kaj kafe, edhe kaj paqet cigare, dhe më thonë, i vyjnë një varë minimumi, një 500 euro, për më mujtë me jetu dyqysh shtresa e mesme e ullt. Nuk jemi të folë për shtresën e mesme të lartë, ose shtresën e lartë që i kanë mundësit me bëjtë gjithë shka, po shumica është shtresa mesme e ullt. A shojnë si interes sot prind fëmijën, e lindin dhe më tanë që i duhen ndoshta për një mosh, kur ata ka nevojë dhe më kujdes për ta. A shojnë si interes pa fëmijën? Po që të nërtë ka qenë kjo lidhja prind-fëmi, që prindi e manë fëmin, atëherë vjen një kohë kur prindi nuk mundet mo, atëherë fëmija është normale mi majtë prindin për një kohë. Po mirës është prindi më konë vetë i pamvarën. Po të në fund, një mesazh ti si prind. Çfarë kishe thënë gjithë fëmijëve, prindërve?
përgjithësi po flas. Prind mas pari me këshirë me pavarësu fëmit, ekonomikisht, edhe po atyre në fund vjen edhe ndihma reciproke, varësisht prindit të fëmit ose fëmija të prindit cili ka nevojë minimu njëri tjetrit. Po pa pavarësi ekonomike nuk ka, as nuk ki në jetë, që më thonë, më koni lumëtën që ke pyetja paras. Unë të uroj ty shumë shëndet, kënaqësi shumë që takom. Edhe unë ju uroj punë të marë.